dhe fateve të këtij vendi. Ka një por a ju bjen e që përgjithësia liderëve të partive politike? Po ka brenda, pikërisht këtë, po duhet ta them që brenda lidershipit të tyre është evidente që ka grupacione të ndryshme dhe mendime pro dhe kontra, shpeshherë edhe kontraverze, se mandej edhe të diskutueshme, sepse sot thonë diçka, nesër diçka tjetër, para takimit thonë diçka, pas takimit diçka tjetër, që flet për paqëndrueshmërinë e tyre politike dhe mos konsekuencë në udhëheqje, pra mungesë e lidershipit mirëfillt dhe përgjegjësisë të këtij lidershipi për të udhëhequr një parti politike. Është organizatë e fuqishme, secila prej tyre dhe tepër e rëndësishme, po edhe vështirë për ta menaxhuar. Nuk është një familje e zakonshme, 3-4 anëtarësh. Me gjithë respektin ndaj asaj, edhe aty ka përgjegjësi dhe vështirësi. Por thjesht këtë nuk po e shohim dhe po gjitha simptomet janë që ne kemi një sindrom, base jo vetëm simptom, që t'i vonojmë gjërat dhe në moment fundit, madje edhe t'i neglizhojmë për shkak se njerëja thot një fjalë, ky tjetrin atoset, ai tjetrin këtë dhe pikërisht për shkak të egove politike që shpesh janë jashtëzakonisht të dëmshme dhe me pasoja,